Mos e vendosni punëtorin në makineri pa trajnim. Një gabim mund t'i kushtoj jetën. Një eskavator, një vinç apo një makineri e rëndë nuk është thjesht pajisje pune. Në duart e një personi të patrajnuar, ajo mund të kthehet në një rrezik vdekjeprores. Në javët dhe muajt e fundit në Kosovë janë raportuar raste të rënda dhe me fatalitet në vendet e punës. Një punëtor i Kekut humbi jetën në shkurt 2026 pas një incidenti në termocentralin Kosova B. Por, çdo aksident në vendin e punës duhet të na shtrojë një pyetje të rëndësishme. A ishte punëtori i trajnuar për punën që po kryente? Ligji për sigurinë dhe shëndetin në punë e obligon punëdhënësin të sigurojë informimin dhe trajnimin e punëtorëve për punë të sigurt, si dhe udhëzimet për përdorimin dhe mirëmbajtjen e makinerive, pajisjeve dhe mjeteve të punës. Para se një punëtor të caktohet në një detyrë, punëdhënësi duhet të sigurohet se ai ka kualifikimin, aftësitë dhe trajnimin e nevojshëm për ta kryer atë punë në mënyrë të sigurt. Ligji kërkon gjithashtu që punëtori, para fillimit të punës, të informohet për rreziqet në vendin e punës dhe për masat mbrojtëse që duhet të ndërmarrë. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për punëtorët që operojnë me eskavator, vinça, makineri ndërtimore, mjete ngritëse, pajisje të rënda industriale, makineri dhe pajisje të tjera me rrezik të lartë. Një punëtor i patrajnuar nuk duhet të vendoset përballë një makinerie që mund t'i marrë jetën atij ose kolegëve të tij. Në raste të rrezikut serioz dhe të mundshëm, ligji është edhe më i qartë. Në punë me rrezikshmëri të lartë, duhet të angazhohen vetëm punëtorë të kualifikuar, të specializuar dhe të trajnuar. Kur mungon trajnimi, përgjegjësia nuk zhduket. Nëse punëdhënësi nuk e trajnon punëtorin, nuk e informon për rreziqet dhe e vendos në një detyrë për të cilën nuk është i përgatitur, kjo mund të përbëjë shkelje të detyrimeve ligjore për sigurinë dhe shëndetin në punë, dhe pasojat mund të jenë shumë më të rënda se sa një gjop. Në raste kur shkeljet e rregullave të sigurisë lidhen me rrezikimin e jetës ose me një aksident të rënd, personat përgjegjës mund të përballen edhe me procedurë penale dhe dënim me burgim, në varësi të veprës konkrete dhe rrethanave të rastit. Ka dhe raste gjyqësore në Kosovë ku shkeljet e rregullave të sigurisë në punë kanë çuar në dënime me burgim. Jeta e punëtorit nuk mund të jetë çmimi kursimit të kohës apo parave për trajnim. Para se ta ndizni makinerin, duhet të dini ta përdorni. Para se t'ju caktojnë në një detyrë të rrezikshme, duhet të jeni të trajnuar. Para se të filloj puna, punëdhënësi duhet të sigurohet që ju mund ta kryeni atë në mënyrë të sigurt. Një trajnim mund të zgjas disa orë, një aksident mund të marrë një jetë përgjithmonë. Nëse jeni duke punuar me makineri ose pajisje të rënda pa trajnim, pa udhëzime ose pa masat e nevojshme të sigurisë, mos e heshtni rrezikun. Raportojeni shkeljen. Siguria në punë nuk është zgjedhje, është detyrim ligjor. Raportoni shkeljet e të drejtave të punëtorëve në platformën për raportimin e shkeljeve në kallzo.com.